Mirë, dua të shkoj pak me kolegën Eksiola Sheu pasi kemi reagimin e parë të kryeministrit Edi Rama, kryetarit Partisë Socialiste, një herësh për zgjedhjet e mbajtura ditën e dieshme në 5 bashki. Eksiola, përshëndetje. Çfarë ka shkruar zoti Rama? Përshëndes edhe unë Esmeralda, është e vërtet vetëm pak çaste më parë përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki, të cilat u mbajtën ditën e dieshme. Ai shkruan 5 bashki, 5 fitore dhe 5 arsye më shumë për të falendëruar qytetarët për besimin e tyre pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, motit me shi të ditës së dieshme apo vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesshme, të cilat nuk është se stimulojnë pjesëmarrjen. Urime kryebashkiakëve të rinj nga Bruna, gruaja e parë që do të drejtoj bashkinë e Vlorës, Ervini i dyti i Beratit, i cili me mbi 83% të votave dhe po ashtu 13.049 vota nga 15.454 të Partisë Socialiste më 11 maj për Beratin, ka arritur një rezultat mbreslënës. Florenci në Cerri, Gramozi në Tepelen dhe Altini në Mat, që të tre me rezultate kuptim plota, të cilat janë një themel i fortë i punës që do të pasojë në shërbim të atyre komuniteteve. Krenar për Partinë Socialiste. Është ky mesazhi i shkurtër i kryeministrit Edi Rama për zgjedhjet e pjesshme dhe për fitoren e Partisë Socialiste në 5 bashki, të cilat do të drejtohen nga këta 5 kryetar deri në pranverën e 2027-s, atëherë kur të zhvillohen zgjedhjet normale, sa i takon kryebashkiakëve, zgjedhjet lokale normale në pranverën e vitit 2027. E kuptoj. Mirë. Shumë zhvillime priten sot në kryesinë e kuvendit, por fillimisht dua të di çfarë po ndodh me deputetët opozitar pas atij njoftimi të bërë një ditë më parë nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Janë prezent, nuk janë prezent, do ketë një bojkot, pritet një vendimarrje. Ditën e dieshme, Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në një mesazh drejtuar deputetëve të tij, ka bërë me dije dhe ju ka kërkuar që asnjë deputet i Partisë Demokratike, i grupit parlamentar që ai drejton, nuk do duhet të marrë pjesë në asnjë mbledhje të komisioneve të cilat janë ditën e sotme në kuvendin e Shqipërisë, për shkak se në orën 12:30 do të zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe pas kësaj mbledhje pritet që dilet me një vendim. Nuk dihet nëse do të shkojmë në atë bojkot që ne kemi parë në sesionet e kaluar apo në të cilat përfshin legjislaturën e kaluar, pasi jemi në një legjislaturë të re ku janë bojkotuar komisionet, janë bojkotuar seancat plenare dhe situatat që kemi parë. Megjithatë, kjo gjë do të mbetet për tu parë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që nis në orën 12:30, ku fjalën hapse do ta ketë kryetari i kësaj force politike Sali Berisha, por më lejo Esmeralda të lexoj pikërisht atë të cilën ka shkruar zoti Bardhi ditën e dieshme dhe ka dërguar deputetëve. Nesër, ditë e hënë, pra sot, në datën 10/11/2025, në mbledhjen e grupit parlamentar në orën 12:30, nuk duhet të mungoj askush. Nesër e hënë, derisa të jetë mbledhur dhe të ketë vendosur grupi parlamentar, asnjë deputet nuk merr pjesë në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Ky do të jetë një reagim i përkohshëm i grupit parlamentar, nisur nga situata e krijuar në seancën e fundit, derisa grupi parlamentar të ketë diskutuar dhe marrë një vendim final. Pra nesër nuk shkojmë në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Kjo situatë dhe ky mesazh i Gazmend Bardhit vjen për shkak se në seancën e fundit parlamentare të ditës së enjte, me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste drejtuar nga Tauland Balla, u ndërpren automatikisht diskutimet në rendin e ditës dhe u kalua rreth orës 22 në votim për shkak të asaj situate që ndodhi dhe përplasjes pikërisht të zotit Berisha dhe deklaratave të tij ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Ky është reagimi i parë i Partisë Demokratike dhe do të shohim se cila do të jetë qasja e Partisë Demokratike me komisionet parlamentare. Ditën e sotme dhe për gjatë 2 javë do të kemi diskutime në Kuvendin e Shqipërisë dhe në 11 komisionet sa i takon projekt buxheti të vitit 2026, do të shohim nëse do të kemi një përsëritje të situatës me buxhetin, pasi nuk është hera e parë që buxheti ka kaluar në vetëm pak minuta dhe pa diskutime. Esmeralda, një situatë ngjashme ka qenë gjatë legjislaturës së kaluar. Do të shohim nëse do të kemi të njëjtin skenar apo jo. Kjo do të mbetet për tu parë në orën 12:30 pikërisht kur nis mbledhja e grupit parlamentar. Por
Do të shtoja diçka tjetër sa i takon zhvillimeve ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë, pasi në orën 14 do të mblidhet Sekretariati i Etikës me 2 kërkesa të 2 grupeve më të mëdha parlamentare, atë socialiste dhe demokratike. Ka 2 kërkesa për të përjashtuar 2 deputet. Është kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, kërkohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste pas sulmeve ditën e enjte nga foltorja e Kuvendit dhe në oborrin e parlamentit të zotit Berisha ndaj ambasadorit Gonzato, përjashtim i tij nga 10-30 deri në 60 ditë. Do të shohim se cili do të jetë vendimi i Sekretariatit të Etikës, nëse do të zgjedhë ta përjashtojë zotin Berisha me 10, me 30 apo 60 ditë. Nëse do të kemi një përjashtim të zotit Berisha me 30 apo 60 ditë, zotin Berisha nuk do ta shohim deri në fund të këtij sesioni parlamentar që mbyllet diku rreth datës 20 dhjetor, për shkak sepse për llogaritja e ditëve të munguara të një deputeti që është i përjashtuar është një përllogaritje me ditë pune dhe jo ditë kalendarike. Çka do ta bënte që zoti Berisha, nëse do të përjashtohej me 30, akoma më shumë me 60 ditë, atëherë do ta shinim prezent në parlament vetëm gjatë sesionit të ardhshëm të vitit 2026, që nis javën e 3 të janarit. Por megjithatë do të mbetet për të parë se sa tolerant do tregojnë socialistët, duke marrë parasysh faktin se Sekretariati i Etikës drejtohet nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja. Nga ana tjetër, kemi një tjetër kërkesë të një tjetër grupi parlamentar, këtë radhë të Partisë Demokratike, për përjashtimin e deputetit kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Qëndrimet e zotit Balla në foltoren e Kuvendit për opozitarët kanë qenë fyese dhe ndaj do duhet që zoti Balla të përjashtohet me 10 ditë. Megjithatë, edhe këtë radhë, edhe për këtë kërkesë do të mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi i socialistëve nëse një socialist do të vendosë të përjashtojë një socialist tjetër. Pra, nëse zoti Manja që është kryetar edhe 2 anëtarët e tjerë të Partisë Socialiste që janë pjesë e Sekretariatit të Etikës do ta pranojnë apo jo kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të përjashtuar Tauland Ballën me 10 ditë nga punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Të dyja këto zhvillime ne do t'i ndjekim dhe t'i transmetojmë në momentin kur mbledhja të zhvillohet në orën 14. Me interes do të mbetet Esmeralda nëse tek bojkoti veç komisioneve parlamentare përfshihet apo jo edhe mbledhja e Sekretariatit të Etikës, për shkak se ky sekretariat ka 5 anëtar, 3 të cilët janë nga mazhoranca dhe 2 janë nga opozita. 2 deputetët të cilët do të marrin pjesë apo jo, kjo do të mbetet për të parë në radhët e opozitës, është zoti Koreshi, një nga 2 deputetët që është pjesë e Sekretariatit të Etikës. Do të shohim nëse bojkoti i ditës së sotme do të thyhet sa i takon pikërisht Sekretariatit të Etikës për të dhënë opozitarët qëndrimet e tyre, apo do të shkojmë në të njëjtën linjë që veç komisioneve do të bojkotohet edhe Sekretariati i Etikës. Mirë, faleminderit Eksiola, të presim të shohim se çfarë do të ndodhë edhe në këtë mbledhje, ndërkohë që ne shkëputëm për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.